Bashkëtesa ndërfetare, sipas edhe Kuranit, sipas hadithit të Profetit alayhis salam, është gjëja më normale e një njeriu normal. E një njeriu i cili jeton natyrshëm dhe jeton me arsye të plot, domethënë, sepse feja dhe besimi nuk kanë ardhur për të përballur me natyrën e njeriu as për të përballur me arsyen. Kështu që çështja e besimit nuk është çështje që mund të imponohet. Nuk është diçka që mund të imponohet dikujt. Çështja e besimit është diçka që vjen nga dëshira, nga bindja e njeriu, nga shumë gjëra. Është një produkt lirie. Absolutisht, që njeriu në fund fare vendos për mënyrën se si do të adhurojë Zotin e tij, për mënyrën se si do të besojë kështu me radhë. Për këtë arsye vjen kjo sura, është sura e mrekullueshme dhe ka shumë vlera kjo Suratul Kafirun. Suratul Kafirun është sa 1/4 e Kuranit, thot profeti alayhis salam. Pra po ta lexosh surën El Kafirun 4 herë, shpërblimin e merr sikur ke lexuar gjithë Kuranin. Suratul Kafirun, edhe nga titulli, kapitulli mbi jo besimtarët. Pra shprehet aty qartë se nuk mund të ketë një miksim. Pra ne kur themi bashkëtesë ndërfetare, nuk do të thotë miksim, nuk do të thotë unifikim, nuk do të thotë unitet, nuk do të thotë përzihemi. Pra nuk do të thotë ne kemi një bashkëtesë fetare dhe unë duhet shkoj në kish apo ai duhet vinë në xhami. Absolutisht, gjithë secili ka fenë dhe besimin e tij. Pra nuk ka miksim fesh, nuk ka unifikim, nuk ka emrus të përbashkët. Pra me kuptimin që atë të gjejmë diçka e të bëjmë një për të gjithë. Jo. Lekum dinukum waliyadin. Ju keni fen tuaj, të cilës i përmbaheni, dhe ne kemi fen dhe besimin ton, të cilit i përmbahemi. Po si thon dy njerëz të edukuar që në një debat e mbyllin debatin, ti ke mendimin tënd, unë kam mendimin tim, megjithatë ne në terrenin njësor ku jetojmë, bashkëtojmë me njëri tjetrin sepse ajo që na përbashkon janë interesat për ta jetuar jetën sa më mirë. Profeti Muhammed alayhis salam, pra në Medinë, pjesë të shtetit të parë islam, nëse do të flasim kështu domethënë, ose të themeluar nga vetë profeti alayhis salam dhe të udhëhequr nga vetë profeti alayhis salam, ka pas edhe hebrejt e Medinës. Dhe nuk ka ndodhur as nuk ka pas ndonjë tentativë nga muslimanët, domethënë që të ndihen keq pse hebrejt janë pjesë e banorëve të Medinës. Domethënë dhe jeta është zhvilluar normalisht. Ne kemi domethënë raste shumë nga jeta e pejgamberit alayhis salam, se si për shembull rasti i karvanit në Xheran, aso kohë ka qenë një fis i madh në gadishun arabik, të cilët ishin të gjithë të krishterë. Dhe vinë bashkë me prefteritë e tyre në një rast tek profeti alayhis salam për të bërë një debat mbi fen, qëndruan në Medinë 2 ditë e 2 net, nga që në atë kohë nuk kishte hotele ku të rinin njerëzit, kanë ndetur në xhaminë e profetit alayhis salam. Kanë dialoguar, kanë debatuar, përfundimisht asnjë nga ata nuk u bë musliman dhe ikën të qiejt në vendin e tyre.